më po. Nuk lejohet. Ti është për të pyetur, se mos nuk janë mirë. Çmenduri. Nuk ka asnjë informacion me çfarë po ndodh brenda, besoj as nga mediat, as njëri. Thjesht nuk duan që qytetarët të dinë çfarë po ndodh realisht. Nuk duan të dinë. Edhe njerë, Partia Mundësia ndërkohë duke protestuar këtu për jashta, përfaqësuesit, mbështetësit, antarët e Partisë Mundësia janë aty po protestojnë. Po protestojnë për heqjen e mandatit të Belinda Ballukut, kundër korrupsionit, në mbrojtje të drejtësisë. Në mbrojtje të drejtësisë duhet i bashkojmë të gjithë. Drejtësia është në rrezik, ndryshimi është në rrezik. Është në rrezik. Është në rrezik nga këta që nuk duan të ikin. Janë lidhur pas karrigës dhe nuk ikin. Nuk ikin, duan të vazhdojnë, kanë vjedhur, duan të vazhdojnë të vjedhin. Pse nuk ikin? Sepse e dinë që vetëm pushteti mund t'i mbrojë. Pa pushtet përfundojnë si gjithë të tjerë, si Erion Veliaj dhe qartësisht i Trëmbenburgut, kanë frikë dhe do luftojnë deri në fund. Dhe ja kanë bërë të qartë Edi Ramës, nuk ikin, po ikën, do ikin bashkë me Edi Ramën. Do ta marrin me vete. Kjo është arsyeja pse janë trembur, kjo është arsyeja pse po mbulojnë gjithçka, fshejnë gjithçka. Thot Turi, pse s'vjen jashtë e protesta? Po sepse kam akoma shpresa që këtu brenda, më thanë që nuk kanë marrë akoma vendimin, janë akoma duke vrarë mendjen. Ç'a të bëjmë? Po ika unë nga këtu, s'kujtohen më. Ju luftoni aty jashtë, unë këtu brenda, ç'a do bëjmë tani? Kim ndarë detyrat. Nuk e di nëse e dëgjojnë zhurmën që vjen nga jashtë. Por me që jeni aty më shumë, duhet ta ngrini më shumë zërin. Ngrini më shumë zërin. T'ju dëgjojnë, se dëgjojnë i pak, mund dëgjojnë edhe më shumë. Duhet ta rrethojmë këtë kuvend, që ta kuptojnë që s'kam nga t'ja mbajnë. Ju bëj thirrje të gjithëve. E di shumë mirë që keni punët tuaja. Por ky është një moment i rëndësishëm për Shqipërinë. Të korruptuarit po dalin para drejtësisë më në fund. Dëgjojnë lëvizje, po duket se thjesht njëri ka lëvizuar karrigen. Nuk po del njëri. Në hapi derën, edhe s'ka shansë ndodhi, si thua? Ha? S'ka shansë. Kjo është ajo që po ndodh. Mund të pyes thjesht nëse është marrë parasysh kërkesa jonë, është votuar apo jo? Mundem? S'mundem, nuk lejohet. Sa dalë një, ta pyesim kështu rastësisht. Çmenduri. Janë mbyllur aty brenda. E s'japin përgjigje. Ja, po del dikush. Po votua kërkesa ime apo? Jo, akoma. Por është propozuar nga deputetët e opozitës që mbledhja të ishte e hapur. E kuptoj, po kërkesa ime është ka filluar mbledhja? Nuk e kanë hedhur në votim, por do hidhet. Po mbledhja ka filluar? Jo, po diskutohet kërkesa për të bërë mbledhja e hapur me propozimin e zotit Bardha. Ja që duhet vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu.
akoma nuk ka filluar mbledhjen, akoma duke diskutuar, imagjinoni, më duhet, unë jam zgjedhur nga qytetarë shqiptar, nga votuesit shqiptar që të përfaqësoj ata në mbledhje. Jam i detyruar të qëndroj këtu te dera, të luftoj për një të drejtë që më takon. Kjo është çmenduria e këtij vendi. Mbajnë jashtë deputetët. Pse? Se thonë kemi marrë 83 mandate, ne thonë, dhe i përdorin për të mbrojtur të korruptuarit, se ç'a kujtoni? Për ç'a ju kërkuan votën shqiptarëve? Pse i gënjyen shqiptarët? Pse u avodhëm votën? Pse u avodhëm të drejtën e tyre për të zgjerrur të ardhmen, të drejtën e tyre për të jetuar në Shqipëri? Ne prandaj kemi ato mandate, për të vjedhur. Çmenduri. Belinda Balluku ka dalë në përgjime që thotë që Edi Rama i kishte mbyllur, ishte premtuar, i kishte thënë një biznesmeni që do merrte tenderin dhe ai kërkonte llogari Belindës, i thoshte se s'ma jep atë tenderin që ka thënë Edi Rama. Se s'ma jep. Dhe ajo thotë nuk dëgjon, e pyet Berberin, dhe Berberi i thotë po në fakt thotë është e vërtet. Ne kishim ndarë atë tenderin e matën disa tendera që ta marrin disa, jo vetëm një, të vazhduar në kokë. Kryeministri vazhdon të rinë detyrë, ndërkohë që ka dalë aptas në përgjime, që ka vjedhur bashkë me Belinda Ballukun. Belinda Balluku është kapur në përgjime kur flet me fituesin e tenderit, i thot e kemi mbyllëm detajet e kontratës, ndërkohë ishte hapur akoma tenderi, këta kishin mbyllur detajet e kontratës, kishin mbyllur vlerën. Beqet Pacoli doli live në Opinion edhe tha, unë tha u takova me Belindën dhe me Belinda më kishte thënë, më tha që do mjete 40%. Unë u mërzita, tha Beqet Pacoli, se e kishim lënë që do merrja 60%. Dhe vazhdojnë dhe qëndrojnë në pushtet, çmenduri, kanë ndarë paratë e qytetarëve. Do të kishim bërë një garë që shteti shqiptar të argjonte sa më pak, që sa më pak para të argjoheshin për tunelin, për aeroportin, për rrugët, dhe pjesa më e madhe të shkonte në arsim, në shëndetësi, të ilaçet e onkologjikut. Jo, ka nevojë të vjedhin, duhet të vjedhin. Kjo është arsyeja. Çmenduri. Vazhdoj që ndrojnë këtu sepse akoma nuk e kanë vendosur përfundimisht të na përjashtojnë nga Këshilli. Akoma nuk kanë vendosur. Janë akoma duke diskutuar. Akoma s'është vendosur. Mund të pyesësh lutem nëse është marrë vendimin? Kërkesë, kemi bërë një kërkesë për të marrë pjesë. Mund të kemi këtë informacion? Lutem. Se pristit, ha? Të thyen derën, thot. Nuk është zgjidhja ajo. Vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Është një luftë e përditshme. Nuk kam informacion. Si nuk ke informacion? Nuk kam, Po se pse, më fal, i lutem, ju kush jeni? Unë jam këshilltare në Komisionin e Ligjeve. Je këshilltare? Jo, pse kemi këtu? Po pse kemi një e di që sollët, po pse nuk, të lutem, unë kam bërë një kërkesë. Janë, po mund ta lajmëroni, lutem? Po. Po mund, si po? Po si ta lajmëroni? Hajdeni lart, lutem. Janë të gjithë, fshihen të gjithë. S'ka, vetëm garda këtu, garda ç'a të bëj? Do kujdeset për mua, se mos bëj një çmenduri. S'ka ç'a të bëj. Ri këtu, në fakt ai duhet të kam brenda, po ç'a të bëjmë? Kjo është çmenduria e këtij vendi. Në vend që të ruajnë ai dutët, ruajnë ata që denoncojnë vjedhjet dhe korrupsionin. Dëgjojnë debate, shqyr, të paktën ka debate. Minimalisht të paktën i bie që
Përfaqësuesit e opozitës po reagojnë. Shpresojmë t'ja dalin. Vendimi s'është marrë akoma. Prandaj duhet të qëndroj këtu. E din, janë të vetëdijshëm që po ju vjen fundi. Edhe një herë për gjithë ata që po më ndjekin, që nuk kanë shumë që më ndjekin. Ndërkohë në këtë sallë është mbledhur Këshilli i mandateve. Do vendosi në lidhje me heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Për Belinda Ballukun është kërkuar arresti. Dhe parlamenti duhet të vendosë ta lejoj apo jo arrestimin e Belinda Ballukut. Janë mbyllur këtu brenda, majoranca ka mbyllur dyert dhe po bën gjithçka që qytetarët shqiptar mos të dinë, mos të vjen ndjeni me provat, mos të vjen ndjeni me kërkesën e SPAK-ut, sepse duan ta shpëtojnë. Duan ta shpëtojnë nga burgu. Dhe jemi këtu, jam duke protestuar këtu për jashta, duke kërkuar të drejtën time për të qenë pjesë e këtij këshilli si deputet i Republikës së Shqipërisë. Çdo deputet i Republikës së Shqipërisë ka të drejtë të jetë në çdo komision, në çdo këshill të parlamentit. E parashikon rregulloria, parashikon kushtetuta. Ndërkohë kryetari Peleshi ka vendosur që nuk duhet të ketë transparencë. Sa më pak antar të deputet të Republikës së Shqipërisë të marrin vesh se çfarë provash ka sjell SPAK-u, sa më pak deputet duhet dëgjojnë shpjegimin dhe kërkesën nga prokurorët, sepse duan të jetë totalisht gjithçka e censuruar. Të gjithë e dini shumë mirë, informacioni në këtë vend është në një presion dhe indikim jashtëzakonshëm, disa media janë totalisht të kapura, sepse kjo është mënyra për të mbajtur në këmbë autokracinë, për të mbajtur në pushtet Edi Ramën, por nuk kanë për t'ia dalë. Nuk kanë për t'ia dalë. Po ju vjen fundi. Ndërkohë janë ulur në orën 10:30, mua nuk më lanë që të hyja, më mbajtën jashtë me forcë.